Mirë se vini në episodin e 5 të zona e futbollit dhe nisim me emocionet e futbollit, ku tani nisim ajo çka ne i themi egzaltimi dhe emocionet e qenurit futboll. Ka nisur gjitha kampionatet, ka nisur emocionet e Serie A, ka nisur emocionet e Premier League, Kupa e Gjermanisë, të cilat do t'i diskutojmë, edhe emocionet e superiores. Doja t'ju kujtoj edhe diçka. Dje zona e futbollit ka qenë prezent në stadiumin Rogozhina e Gnatja. Kemi pasur edhe një intervistë të postuar tek faqja jonë në Instagramit me profesorin Nevil Deden, që donim ta falenderonim përzemërsisht për mundësinë që na dha zonës së futbollit për të bërë një intervistë 1 minutë e pak sekonda për zonën e futbollit pas emocioneve të ndeshjes. Shumë faleminderit profesor Nevil Dede. Fillojmë dhe e bëjmë një hyrje, le të themi, energjike me kampionatin shqiptar. Regjia të përshëndes. Përshëndetje Geri. Faleminderit që jeni këtu sot. Për ne gjithmonë. Vllaznia Skënderbeu 2-2, Balaj do pjetë Bismarck dhe Janaçi. Kujtojmë që Skënderbeu kishte një problem me pagat dhe pjesën e mos pagesave në FIFA, luajti me akademin dhe lojtarët që ka pasur vjet të regjistruar dhe nuk luajtën lojtarët që në sezonin ka bërë merkaton për sezonin 2026-2027, lojtarët nuk ishin përfshirë, por duhet kujtoja me shumë dëshirë dhe entuziazëm një lojtar të Skënderbeut që duhet vlerësuar. Ka bërë një lojë absolutisht më i mirë në fushë, Bismarck. Super loj e bërë nga Bismarck. Mos gaboj regjia, ka luajtur dhe me Partizanin Bismarck, në mos gaboj ndër vitet? Jo, nuk ka patur kontakt regjia. Okej. Dhe një super gol i Janaçit për Skënderbeu, një lojtar i ri, 19 vjeç, në mos gaboj 19-20 vjeç, por lojtar i ri nga Akademia e Skënderbeut, cilësor dhe loj me të vërtet produktive nga Skënderbeu, i rikthyer pas asaj çka ka dhënë ndër vite. Diskutohet ajo çka ka dhënë ndër vite Skënderbeu Korçës, por e rikthyer në superiore, tani me një ekip të mbledhur dhe format i ri të qenurit, të lojtar moshash dhe le të themi under, pak a shumë për javën tjetër besoj Skënderbeu besoj se prap nuk do zgjidhë gjë ke pjesa e pagesave që ka ndër borxhe ndër vite, gjë që do ta prekim edhe në fund pak për të thënë më tepër për Skënderbeun. Shkojmë pak me se regjin e kemi çik edhe me këtë ekipin që do flasim tani. Partizani Teuta 0-0, një ndeshje e dobët le të themi nga Partizani, debutim për Edhjet Tetovën tek Teuta. Unë si Gerd do të vlerësoj Turin nga atë çka ka dhënë ai për Gnatjan, ka krijuar një grup të mirë edhe te Teuta, pak a shumë, po ishte edhe një penallti e humbur nga Kallaku për Teutën, një gabim le të them Fosharaku diti shtyllën për një penallti që bëri dhe një lojtar që një portier që unë dua ta vlerësoj realisht shumë, le të them në këtë vështrimin tim MVP-a ndeshjes ishte Pano Cirko, pa diskutim, ka bërë ndeshje fenomenale duke shpëtuar Partizanin nga 2, 3 ose 4 gola nga Teuta e Durrësit. Por ajo çka dua të them, dua të cak edhe kartonin e kuq të Partizanit nga Human, një lojtar shumë i rëndësishëm për Partizanin, jo më i rëndësishëm, ndër më të rëndësishmit le të themi për ekipin e Partizanit dhe përvojën që nxjerr Human, duke parë që sezonin e kaluar regjia le të themi ka qenë lojtari më produktiv te Partizani. Më i miri te Partizani. Human, më i miri te Partizani, dje u dënu me karton kuq. Gjë që do jetë për ndeshjen e radhës në Moskavë. Partizani luan ndaj Laçit brenda. Pret Laçin dhe do të jetë një ndeshje relativisht në letër e vështirë për Partizanin. Shkojmë në ndeshjen tjetër, Laçi Elbasani 1-1, Ebaj dhe Cena, do të përmendja një detaj shumë të shkurtër për Laçin. Një lojtar i Akademisë Laçit, Orges Cena, ka shënuar një super gol, një dublim domethënë pas të shkurtër me shokun e skuadrës dhe një goditje fenomenale nga jashtë zone. Stafa pason sërish për Cenën dhe një goditje nga jashtë zone e Cenës për të parë një Eurogol të Laçit. Të Laçit kujtojmë që është rikthyer sërish në kampionatin superiore, në kampionatin shqiptar. Po ajo çka unë duhet të vlerësoj, realisht të vlerësoj, është ekipi Laçit pasi luajnë sërish me akademi. Dhe janë një ekip i mbledhur dhe simpatik. Elbasani i blerjeve, por aq e kishte, nuk dhuroi shumë emocione, për Elbasanin shënoi Ebaj me penallti. Shkojmë në ndeshjen tjetër,
aty ku zemra na rre fort, e ndoqem edhe nga afër, unë jam, le të them, dje bëm gazetarin në stadium, ndoqem emocion, si se thash, ishim live, ndoqem ndeshje nga afër, po Egnatia Tirana 3-0, Diabate, Ajotivovic edhe Sota. Për Tiranën ishte një ndeshje ku luajton Under U19, ku unë duhet prekja çik Mateo Macin te Tirana, lojtar që bëri mirë, luajti, tregoi cilësi shumë të mira, u aktivizua për pjesën më të madhe të lojës, edhe tregoi me vërtet cilësi shumë të mira, po një Tiranë që pjesa e problemeve me financat, pjesa e problemeve të mos pagesave ndër vite, po unë do të përmendë diçka. Me Roberto Bordin pagesa është bërë, po thjesht ka diçka që Roberto Bordini nuk kishte pranuar akoma letrën e ardhur nga klubi i Tiranës, pasi oferta ishte bërë nga presidenti Refik Halili, pagesa ishte bërë vonë, edhe lojtarët që janë blerë për merkaton 2026-2027 të verës, nuk janë ashtu quajtur lojtarët të Tiranës, pasi për pjesë mos pagesash në FIFA, Tirana u dënua, po dohet kujtoj edhe diçka, Ignatia nuk luajtu me formacionin 1, luajtu formacionin 2, sepasi dohet shikoja, do të prekesha për shembull Adiesa u aktivizua shumë pak, u aktivizua vetëm për 10 minuta, Albano Aleksi 0 minuta, dhe po të marrë parasysh edhe Dajsinanin që nuk u aktivizua. Po unë dohet vlerësoj Tiranën për ato që ka tregoj, ka akoma punë për të bërë, loja nuk ishte e dura, themi të vërtetën në ndeshjen e djeshme, pasi nuk pati as rikuperime topash asgjë, Tirana ishte një formulë thjesht që kishin dalë në fushë me lut lojën, po nuk dhanë asgjë. Detyroj edhe Ignatias shumë suksese në kampionat, siç ja thash dhe në intervistë dje person e Vilit. Doja të shikoja shumë Ignatia në Europa League. I kam premtuar dhe çunave të hyjet e Milanës në një ndeshje për shembull ku do ta shikoja një Ignatia Milan. Çunat për shembull do ishin në stadium. Tu s'do kishte diskutime, Rogozhin për shembull ose në Albania do të luajë ndeshje për shembull. Do ishin çunat të dy fanca, do ishin domethënë do kishin bërë, por nuk e di ku do ishin çunat, ke fancat e Ignatis apo ke të Milanit. Regjia. Normal që të Milanit. Okej. Shkojmë në ndeshjen tjetër, Dinamo Vora 0-1. Surprizë, fiton Vora. Shënon Brian Gjyla për Vorën, një lojtar i ri, 20 vjeçar për lojtar akademisë. Ilir Daja ka mendin vetëm në Europë, të në për 3 ndeshje. Nuk bravo, tu do të ndalesha pak. Regjia, Ilir Daja ka treguar gjithmonë që është trajner sistematik dhe le ta pranojmë, është një ndër trajnerët më të mirë në Shqipëri. Për mendimin tim është ditë të toha më mirë, po dhe për mendimin tim është nga më të mirë. Ilir Daja vlerë të vlerësu. Pati edhe një përplasje, kujtoj një bas ndeshjes që kishte kërkuar dilte sa më shpejt, nuk është ekipi im tha. Unë futa formacion e dytë në këtë ndeshje ta, por këto tha nuk di të japin sa jap ekipi i parë. Domethënë që ka probleme brenda Dinamos, po mos harrojmë që Vora me vërtet mundi Dinamo, po nuk mundi Dinamo në A, mundi Dinamo në B, le të themi. Por nuk duhet të hedhur poshtë puna dhe djersa e lojtarëve të Lirdajs dhe vetë Lirdajs. Tu besoj bim dakord. Ecim dhe mbyllim Superligën shqiptare. Këto ishin ndeshjet ekipet pretendente për titull dhe ato çka do japin për mbjetesën. Ku diun, do të bëj një tip parashikimi të vogël. Deri në 10 orë them unë, Ignati do të mbyllë pjesën e titullit. Nuk e di për regjin, po ajo ka çike ekipin më të mbledhur. Për qenë ka, po varet dhe lodhja, se luan një ekip edhe në Conference League. Praktikisht Ignatia është në Conference League, po tani mund të tentoj deri në janar ka dhe mesjavën të që luajnë praktikisht Conference League ose Europa League. Dhe për ekipet e mbjetesës, nuk e di do fusja më shumë, do anoja Vorën nuk e fus. Do anoj pak tek Partizani. Ja, unë do shkoja me Laçin, nuk bje Partizani, edhe do shkoja surprizë e madhe, e dyshoj shumë Vllaznin. Nuk e di pse, po e dyshoj atë Vllaznin. Nuk ndëroj shumë ndeshjen e parë, ndem vetëm atë balajn që unë nuk e kam fort qejf, se po të shohësh atë golin e dytë në që shënoi, ishte pak si offside, po
Nëse, kjo është pjesë për të diskutuar. Shkojmë me Premier League-ën. Startoi sezoni 2026-2027 me shumë emocione në Premier League dhe shumë rezultate surprizë. Shkojmë me që do të thotë, se më thamë ma thot regjia gjithmonë dhe këtë fjalë nuk ja kam marrë. Nuk ka ekipe të forta në Premier League dhe ekipe të dobta, sepse një që është vend 8-9-10 që luan për edhe që luan për mbijetesë, luan me shpirt dhe luan aq shumë fort me një ekip që është Këtë vit vendi i parë është i zonë. Gjithë luftat bëhet për nga dyshje të tutje. Dhe pesa që praktikisht në Champions Përveç Arsenalit nuk ka asnjë të rivalizoj këtë vit. City është shumë dobët. Kuptoj. Shkojmë çik me neshën e parë, është Arsenal Coventry 3-0. Havertz, Saka dhe Odegaard. Nuk e di si e para regjia, po unë pash një Arsenal të mbledhur. Mos është në këtë vit Arsenali do jetë prapë kampion ose mund bëhet atë historinë e titullit të artë. Titullar, po. Lojtari preferuar bëri mirë edhe Odegaard shumë mirë këtë vit, ndryshe nga vjet. Sakaja, shënoi. Sakaja është çik me hopa. Me hopa, saktë. Edhe kjo. Zolis shumë paraqitje mirë për seri. U aktivizuar? Po. Se nuk mund ta shikojnë ndeshjen. U aktivizuar edhe Zolis, ë? Shumë ndeshje të mirë. Bravo. Shkojmë me ndeshjen tjetër. Tu do qeshim një çik nga tani se është një ndeshje Michael Carrick. Hull City Manchester United 2-0. Ajajaj. Çfarë emri ky, domethënë, Per. Edhe Mendy. Nuk e di si thotë Geri, do t'i presi flokët këtë vit ai. Ai është bërë si pemë domethënë, kupton? Ai po pret domethënë 5 fitore të rresht United, po që më duket se nuk pas ka gjonë Terezi edhe ai. Si do duke United regjia? Dobet me sfusha, shikëm tani me Balebën. Me Balebën. Po. Ç'a mund bëj? Shumë Çmimi i lartë edhe ai. Fjet kërkosh 100 ato, e ulën një çik. Po, jo, shiko. Brighton nuk shet poshtë 70-s, është ekip që i ruan mirë të lojtarët dhe din të shesin në fund. Shiko, unë me United ka shumë sezone, le të them 5 sezone që United nuk nxjerr më. Nuk e shohim sa u bë në Champions League që nuk hyn, mos gaboj. Jo, këtë vit ka hyrë. Po, këtë vit hyri, po. Michael Carrick e riktheu, po. Po, prap nuk është ekipi mbledhur. Se edhe vjetë që i kishte mund... Qoftoj aty mirë është për top kaçë, se për titull akoma. Nuk e shikon United, më thënë. Titulli është mbyll këtë vit nga Arsenali. S'ka diskutime. S'ka fare. Se vjetë kishte i qikë City skandal. Shkojmë ndeshjen tjetër. Nottingham Forest Leeds 0-1, nuk ose kishte ndonjë gjë për të diskutuar, thjesht fiton Leeds, merr 3 pikë dhe kaq. Ipswich Town Sunderland 2-1, Everton Crystal Palace 2-0, 3 pikë të rëndësishme për ekipet dhe një çudi 300 milion euro mos gaboj të shpenzuara Tonali edhe një futbollist tjetër mos gaboj Fernandes, Van Heke. I morën tash dhe gati për gatun, për kanë marrë Marmushin dhe Savinho. Po, shiko. Brentford Tottenham 3-0. Potter, Jonek edhe Kayude. Ndeshja e Tottenhamit nuk e di prisja më mirë nga De Zerbi. De Zerbi? Nuk e di. Zhgënjeu. Si do duhet Tottenhami më mbledhur? Duke patur problemet që pati vjet. Por them nuk do jetë si vjet, por akoma nuk e mund për vend 6. S'ka shans top 5. Unë prisja vend 3, po Tonali, një ish milanist si do duhet në lojë, formati i tij i ri. Po nuk mund ta marr vetëm Tonali me sfushë. Shkojmë në ndeshjen tjetër. Manchester City Bournemouth 2-1, fiton Manchester City në minutë fundit. Tavernier për Bournemouth, Gueye dhe Guardiol. Alandi me flokë të reja. Vesh ti prit se je Manchester, ti prit ti Haaland. Shiko, edhe goli, si më duket si dyshim, ke pjesa e golit të City është shumë dobët, sidomos pas fusha, që këm tani me Boadi, që më bëj 100 milion euro për seri 100 që radhës mes fush. 100 milion që euro kështu se jam bëu kështu Allah. Qa bëjnë këto më a ka marketing, a ka fair play financiar, o miqtë e mi, a ka fair play që për to anglezët më bërë. Vete për seri na ka kështu më. Qa bëjnë këto më? City, do më thonë, City Mareskës nuk po bind.
Deri tani është dobët. Deri tani dobët. Shikojmë se ka bërë shumë shitje. Alandi nuk është se dha në gjë. Alandi për e është bish, mos kenë Alandin atë. Aha. Nuk i shef Cityn pastaj, nëse s'është Alandi, praktikisht. Po. Shkojmë në ndeshjen tjetër. Brighton surprizë sërish. Brighton është shumë ekip i mirë. 4-0 Lindelof. Deku Pierre hin Sheldud 2 herë. Brighton është ekip simpatik si për herë, po prap synimi për vetëm Kupë Evropë. Po, është mirë. Aston Villa ka shitur shumë. Po prap. Po mirë, me rezultat tundues 4-0. Prap. Brighton e ke ekip shumë simpatik. Mos e na vlerëso drejt kocka fort për gjithë. Domethënë do i hapi punë gjithë ekipet të mëdha. Sidomos portieri një herë ka shumë të mirë. Brightoni. Po. Vlen për të vlerësuar, bravo. Aston Villa me Martinezin aty në fort, mos ka bëj luajti. Ishte minuta pas. Ja, shikojmë Suzuki-n. Shkojmë në ndeshjen tjetër, tu bë futboll i fortë. Ky është futboll shumë i fortë. E pas në ndeshjen, Newcastle Liverpool 2-2. Elanga Willock Gakpo Szoboszlai në minutat e fundit. Newcastle pasi shiti gjithë ekipin, po lutani me ata. Nuk e di Liverpooli se pas ka komplet fajin sloti. Po ishte tani i ri, ky kishte një Bournemouth mos gaboja. Man. Po ky kishte një statistikë mirë burr. Regjia kishte atë statistikën që kishte pa humbje, mos gaboj 15-16 ndeshje. Me barazime. Po prap nuk futet edhe, prap pikë është ajo, po duke parë nivelin e Liverpoolit, nuk është Liverpooli ekip që duhet marrë ja për ja barazime se ka titujt, ka historinë. Është një ekipe më të mëdha. Më të mëdha në botë, patjetër. Po prap Aston Villa, Liverpooli tregoi me vërtet në momentin e fundit edhe penaltin e Szoboszlai pasi shpëtoi humbjen për Liverpoolin. Shkojmë me kampionatin spanjoll dhe emocionet e La Ligas. Tu do kapemi një çike pjesa e Mourinhos. Edhe një yll ndërto që shpiku Mourinho nga mos gaboj Levante nga Levante te Real Madridit, një lojtar që shënoi minutat e fundit për Real Madridit. Dhe goli Karambol, patjetër. Po prap ishte një zgjedhje Mourinhos. Espi. Shiko, këtu nuk kemi prekur të gjitha ekipet, pasi kemi prekur vetëm kokat e ekipeve. Domethënë kemi prekur Espanyol, Atletico Madrid, Villarreal edhe Elche Barcelona. Bim dakord që të janë ekipet më shumë që duhet të ndjekura për La Ligën dhe besoj se formati jonë janë më të interesuarit janë për këtë. Espanyol Real Madrid 1-2. Bellingham rikthehet me gol. Castrava për Espanyol dhe Espi në minutat e fundit. Real Madrid dhe Mourinho regjia. Ka shumë punë për më bërë. Shumë punë. Mourinho kishte prap vini duke bërë ligjin aty. I gjë kishte dalë reke vini, kishte lënë modelin mjegrës tash që po shifja ishte kapi çike modelin mjegrës, e kupton? Edhe vini filloi duke ushtri, prap sezoni i ri avazi vjetër, filloi të ushtri e botë aty shtrime sikur ç'a ishte, u vriste, kupton, do të penalti, prap vazhdon ai me të vetat. Po me Mourinho mos harrojmë diçka që me Mourinho le të themi, si ta themi në gjuhë kështu rrugë çik s'ka poça, se me Mourinho del jashtë. Fut minut 94. Shiko, në Real Madrid pastaj Espi, një lojtar i ri që e preka, një zgjedhje Mourinhos, lojtar 21 vjeç, po me gola dhe me siguri në sulm. Po prap, mos harrojmë që është Real Madridit 15 Champions Liga, është çik problem që të marrësh vetëm ke Espi. Nëse regjia duhet shumë punë për Real Madridit. Po. Shkojmë me ndeshjen tjetër. Atletico Madrid Villarreal 2-2, Pubin, Simeone, Moreno dhe Mikau Tace për Villarrealin. Shiko, unë Atletico e kam ndjekur, po një gjë nuk më pëlqeu. Pjesa e Alvarezit. Po shëllyer nga momenti 1 deri në momentin e fundit. Lojtari ka qenë largohet. Po. Tash s'është normale ta mbash një lojtar me zor. Po ku ta bëj ke rivalet, kështu. Po tani, mënyra si soll. Mënyra, por me mënyrën jam dakord, lojtari do me ik, sepse shef karrierën është diçka që pastaj këtu hyn dëshira e lojtarit, nuk hyn kontrata.
kontrata. Ka dhe Arsenali kontakt me Po, edhe Atletico ka rënë dakord. Dakord, po vetëm Ka akord, po që lojtari nuk pranon sepse do të do shkojë vetëm Barcelona. te Barcelona. Shkojmë në ndeshjen tjetër, spektakël dhe lum golesh. Elche Barcelona 0-5. Rafinha do pjet, Fermin do pjet dhe Ademi. Ky dhëndë shqiptar. Edhe me këtë menaxherin e ri që ka marrë nga Partizani vllai. Okej. Elche Barcelona 0-5, Rafinha 2 herë, Fermin 2 herë dhe Ademi. Regjia si e pe ndeshjen edhe ç'a mendon për ritmin e Barcelonës? Do ditë ta mbaj flikun? Barcelona për herë këto të vogla ti shkrim. Po, e ka Po dhe më të mëdhaja ti rreth. Problemi është ku neglizhimin e njërë në fund. Po kampionatin e ka të marrë. Deklarate fort, regjia do ta Po puna është për në Champions, do një sulmues, qofse ka një si Mourinho kundërshtar. Tash i fliku me Mourinho, ky është vërtet gjerman, po me Mourinho ne i dim se si e ka profesionalizmin në punë Mourinho. Vjen e parë ikën i fundit. E dim shumë mirë, po do shoh, unë do shoh me mënyrë interesante, do shoh Barça Real Madrid. Ajo do jetë ndeshja më e bukur e sezonit, pasi do kemi shumë mirë të veçantë. Normalisht jo si për po me pa dhe me Rodri tani Barcelona. Po. Tani pas fushë do jetë goxha mirë. Rodri, Pedri, Rodri. Edhe De Jong mund t'ulet stol, kështu se shpë... Nuk më pëlqeu. Ndeshjen që dha me De Jong është i vram. Po, ishte i dëmtuar, po e rrezikon stolin kështu. Rrezikon? Shkojmë në ndeshjen tjetër dhe me një kupë Gjermanie do kapemi. Do shkojmë me Bayern Munich, Dortmund 2-1, Brown, Olise, Silva. Nuk e ndoqja do të ndeshjen të vërtetën, pasi ishte me një orar me një ekip që janë zanëron Napoli. Shiko, ne dim shumë mirë se si funksionon kampionati gjerman dhe çdo kupë që përfaqësohet nga Bayern. Ka atë suspozimin e vetë ndër vite dhe luan vetëm Bayern Munich. Po, fitore e bukur nga... Shumë ekipi fort janë këtë vit. Bayern, ja. Ajo Lize. I fort, cilësor. Po ka pas një rast në çapa shumë, ka pas një rast minutë fundit dhe është përdoruar nga Dortmundi, minutën e fundit, ishte një lojtar i ri, flokët e verdha. Emri nuk po m'vjen tani, po ishte një lojtar i ri i vogël për Dortmundin që ka pas një rast minutë fundit, po që është përdoruar. Duke parë që akoma nuk ka nisur Bundesliga, në mos gaboj fillon këtë fundjavë. Po, këtë fundjavë. Ku diun shoh Bayernin aty, si çdo vit, nuk besoj se do ketë një ndryshim, nuk besoj se e merr Dortmundi. Po. Ajo Bayerni do ta marrë, po shikojmë Fisnik Aslanin, që na heci sa më shumë, është një lojtar shumë i mirë. Tek Hoffenheim. Nuk e di pse nuk lëvizi ke Leipzigu morin kukun, po. Ke Venecia për shembull na ka se do kapim një çike tek Italia tani. Do shkojmë me aty ku ne ndjekim më shumë, me profesionalizmin e Serie A, jo profesionalizmin, po se i ka rajt çik niveli tani, po prapë ne nuk na ndahet zemra, dhe flasim me Serie A me shumë pasion. Shkojmë me Serie A. Udinese Como 1-1. Kamara Duvikas i thash regjis. Para se fillon një javë para i thash regjisë, Como do jetë ekip i rrezikshëm. Regjia tha që prapë edhe pse kanë ekip simpatik, nuk është se do japin shumë. Mos harrojmë. Maksimumi këtë vit në Europë, po më doli pa. Është vështirë Como. Intri është ekip i mirë, po them drejtën, për momentin më i mirë në Itali, po. Po për Como? Po kujdes nga Morini. Ja, se dhe nesja tjetër të shkojmë tani. Udinese Como 1-1, një pikë për të dyja skuadrat. Inter Monza 4-1. Çalhanoğlu, Esposito, Bisek, Zielinski dhe për Monzën, jo Varela. Zënum për Monzën. Tashi, ka bërë një deklaratë para një jave regjia dhe ka thonë: Monza është ekipi që gjithmonë i hap portën Interit në momentet kur i duhet gjithmonë Interit. Punë. Jo, përveç Monzës ke dhe Atalantë. Që po Berazzi Pshiti, zë si u shef gjë, loj më dobet aty po të Berazzi Pshiti, e tim. Jo, shiko, ke pjesa Interit, sa pranojmë. Ishte me lojtar që praktikisht nuk ishte. Spenci në loj dhe shumë pak minuta për Stonci.
Si nuk ka, edhe po s'për pat Stonesin me atë mbrojtje që ka në stol, është një mbrojtje shumë e mirë, edhe me Bisek, që është në stol, Pavardi, që nuk luan Akanji, që është status. Prap Interin e shoh më profesional nga gjithë ekipet e tjera. Shoh Interin më të avantazhuar nga gjithë ekipet e tjera. Themi të qëndrojmë me komentorët dhe të pranojmë që Interi është ekipi më i kompletuar nga Serie A. Por e theqen fillim, mos harrojmë Amorimin, se është trajner shumë i rrezikshëm. Shkoj, urime Interit për fitoren dhe tifozët Interit. Shkojmë ndeshjen tjetër në Serie A, Parma Cagliari 0-1, çudi këtu, po ta kalojmë këtë pjesë se nuk është se ka një interes veçantë. Genoa Napoli 0-2, rikthehet Allegri, ne prim Vergara. do vuni këtë vit, dhime koke. Ja, dhime koke ishte realisht, goli erdhi minutët 10 të erdhi nga Stoli. Do të erdhi nga lojtarët e Stolit, pasi nuk po e nxirrnin formacionin. Formacioni ky e kthete Politanovic, talente përpara, e kthete mbrapa. Gafat e Meretit, tani jemi mësu, unë si tifoz i Napolit, po prap, jam mësu me këto gafat e Meretit, tani nuk më bë më përshtypje. Tash erdhi koha digjet Hojlundi si Leao. Sa deklarata shkap ty ma, o regjia. Po shiko, se Hojlundi me vërtet nuk dha fare, të kur lyti, Genoa Napoli nuk dha fare, ishte jashtë forme fare Hojlundi. Edhe se i vinin topa nga Santos. Ka për të busi Gimenez, do thi rekordin. Po, lere tani. Do të përshëndet bukur për çunat e gocat e fan klubit, Napoli Club Albanias. Do t'i falenderoj shumë pasi punojnë çdo ditë me njëjtin entuziazëm. Unë i përfaqësoj, po që duke marrë çik shumë për kohët e fundit sa vjen edhe çunat ma kanë bërë çik shumë për si kritik, thonë nuk e marrë me Napoli Club Albania, e marrë me podcastin në zonën e futbollit, po mos harroni diçka, unë Napoli Club Albania e kam themelin dhe e kam në zemër. Urime Napoli tim edhe vazhdimsi inshallah. Venezia Lecce 0-2, këto edhe preke pak edhe pjesën e Albio Ramanit, është fut në lojë, po që nuk dha diçka shumë, domethënë. Lecce është ekipi shqiptar. Shpresojmë që mos bie prap. Po, shkojmë në ndeshje tjetër, aty ku pas një Juve të coptume, po nuk më pëlqeu në këndvështrimin tim. Frosinone Juventus 0-1 Bremen. Akoma se kupton ti Giri që nuk mund të luhet me Lokatelin në mesfush. Acarus domethënë, nuk është se luhet, nuk është se të nxjerr në futboll I lojtar ka mesfushë të Vesturami. Po, Kepen Durami jep lur gjithë në fushës, tani duke parë që s'është Maslavovic, ka marrë edhe ç'është ai tipi. Kolomani. Po prapë emën mirë, nuk e bën dot një vesë në Vlahovic, po bimë se ndagorci. Sado Vlahovic ka probleme me golin, po është që ta nxjerr golin. Ku sidoqoftë, gjuh 2 herë, 3 herë, njëna do hyj me Vlahovic. Ne kemi pak të kohët e fundit, po hangi. Lokumi është mbrojtës i mirë ai. Prap Spalletti. Nuk e se Juve për titull, ë? Spalletti tash që është vapë do të vishën në nuk gjatë, e kupton vetë. Po, se ka e qiktu ta... është pjesa tatuazhit e tim. Shkojmë në ndeshjen tjetër. Yjet e Milanos janë gëtur, i kthehen me 3 pika. Amorimi i madh, thonë yjet e Milanos. Doja t'i përshëndesja çunat, Kristin, Morisin, Kevin, Denisin, gjithë çunat që çam lidhen aty shohin ndeshjen, doja t'i përshëndesja me 3 pikë. Nuk i ndoqëm dje shumë se ishim në stadium neve, po. Gjeri, i ke pa gjithë bën si Oli dhe Benji ku bojnë gola kundër Milan. Të ku e kapi koma minutë fundit atë, portierët bën Benji, sulmusat Oli. Hajde, po që ku e kapi golin e i më dha? Jesoj si bona Zoli vjetë, bon i gole së boj gjallë më. Bori veroveshata i. Edhe këtë herë. Edhe në fund era për kategorie. Torino Milan 1-2, Cisse, Rabiot, Adams për Torino. Ke pjesa e Cisses, dhe du kapje pak. Më thanë që ka bëllet mirë. Dyti mirë, po lojtar që kërkus kërreta. E njef fort. Më mirë se Gimini. Shakoma e ri. Më mirë si Gimini, si lumë pak pozicion aty të shokut tim. Po, nuk i le.
Shika, edhe goli më pëlqeu shumë dhe goli Rabiot. Mendoshi shumë mirë aksionin dhe Mirë Rabioti nga plazhi, 2 ditë stërvitje, një nga më të mirë. Shumë me gol më dha. Çfarë po thoni? Paraqitja e Majnanit, si do të? Jo, mirë, nuk ishe keq. Po Nuk ishe shumë punë, sepse Mileri e mbyllim 80% mbajtje e topit. Modric u aktivizua? Modric shumë mirë në aktivizimin. Chukwueze ishte shumë mirë këtë vit, nuk e di Mos çfarë do t'i gaboj bëjë. asist, ë? Lojtari ndeshjes, nuk e di çfarë i ka bëu Amorini, Por po ishte shumë mirë. ti do ishe dakord që të shiste Chukwueze për shkakun? Të sezon? Mes Chukwueze, jo bën pyetje ndryshe. Chukwueze dhe Salimakis, këtë si? Lemakis. Jo valla. Në Lemakis ai është çik kështu vetëm teci vet, nuk pasoj egoist. Shkojmë në ndeshjen e fundit për të mbyllur me shumë pasion Serie A. Atalanta Sassuolo 2-1, Raspadori Kostovic. Ogeri, mos e kalon kaq shpejt, si të duke, ishte penalti. Filloi Marota. Marota Ligë. Ja filloi. Ja filloi Marota Ligë. E kapi shumë mirë Morisi, edhe e preku shumë mirë Regjia, pse do thoni ju? Shiko, ajo filloi dhe unë e pas në Reelsa faktikisht se nuk mu duk në fillim. Por duhet ta mbaj 10 sekonda me dorë që të quhet penalti për Milan. do ta bëj basketbol fare, do të gjyqë për ke koçi, ai do ta bëj basketbol fare. Se kështu i bie. Shiko, jo, shiko. Unë me sa e pas ishte penalti, nuk pa pik dyshimi për të parë një penalti që ndeshja mos gaboj të shkonte në 3-0. Jo, 1-0. 1-0 për Milanin. Domethënë do ishte penalti që të hapte lojën. Mos gaboj minuta e pjesë Para golit, sa minuta para golit. Para golit, e kuptoj. Po gjithsesi, Marota, të vëzhgon ti, e di, me atë syrin tënd. E di. Regjia, thuaj një llafë Marota. Shoku vetë Roki. Po tash kush ka ardhur aty në krye të çelisa të arbitrave se shokët e Roki, çunat e Tezës, çunat e Xhajës vinë aty. Grupi mafiozës të Marotës. Çika. Kjo ishte zona e futbollit, po prit, nuk mbaruam. Faleminderit Studio Zaka, Piano Zaka, i gjeni në rrjetet sociale dhe në Instagram dhe në Facebook dhe i thoni pastaj ku bëhen kurset më të mira dhe më të rezultative për piano me numër telefoni 069 32 88 221. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi javën e ardhshme.